Birit e që Shpirtit të Shenjtë. Amin. Ata që kanë mundësi mund të ulen, pa? Lavdi Zotit, ndodhemi sot në këtë ngjarje të madhe siç është lindja e Zotit dhe Shpëtimtarit ton Isu Krisht. Dhe ashtu si çdo lindje sjell gëzim. Për të arsye edhe ëngjëjt e qiellit u shfaqën tek varinj, të cilët natën duke pullur baktik e duke ndenjtur në fusha, pan një shfaqje më dështore ëngjësh të cilët po këndonin edhe lavdëronin në Perëndin. Një shfaqje e jashtëzakonshme, sepse e jashtëzakonshme ishte edhe ngjarja që po ndodhte. Perëndia kishte ardhur si njeri. Ai tashmë ndodhej midis njerëzve. Dhe këtë lajm ju shfaqën edhe ju bën të qartë njerëzve ëngjëjt prej qiellit, duke i thënë lajmin që të shkojnë në Betlehem, se atje ka lindur Shpëtimtari, dhe do të shikojnë edhe shenjat se ku ndodhet poshnja. Çuditërisht, në paradoks me shfaqjen e madhërisme të ëngjëjve, të cilët njoftojnë ardhjen e Shpëtimtarit, i drejtojnë varinj për të shkuar në një stall. Ky është paradoksi i Perëndis. Shpeshherë Perëndia i kap njerëzit ose në krenarinë atyre, ose ju shfaqet në përulësinë e tyre. Si thot edhe kryepiskopi Joan në mesazhin e tij, Perëndia ju shfaq magëve sepse ata ishin njerëz që kërkonin dituri, kërkonin ndriçim. Për këtë arsye dhe Perëndia ju shfaq atyre në formën e një ylli, sepse ata duke qenë astrolog, kërkonin një ndriçim dhe një kuptim nga qielli, duke studiuar yjet dhe planetet. Por ne dim shumë mirë që yjet dhe planetet nuk janë asgjë, as perëndira, dhe as nuk mund diktojnë jetën tonë. Si shumë njerëz fatkeqësisht me shumë pasion edhe me shumë bestytni të theksuar ndjekin se çfarë thot horoskopi. Por të gjithë yjet dhe të gjithë planetet janë vepër e Zotit. Është njësoj që kur ne të vrasim mendjen tani se çfarë kafshë po kalon, ose rashi sot ose jo, edhe kjo do ndikojë në jetën tonë. Fatkeqësisht njerëzit sa më tepër largohen nga Zoti, aq më shumë ju besojnë këtyre gjërave dhe varen prej këtyre gjërave. Ndërsa ne që jemi ndriçuar nga Perëndia, nuk kemi nevojë nga astrologët që të na mësojnë, edhe të na parashikojnë me dhe me jetën edhe të ardhmen tonë. E ardhmja jonë është në dorën e Perëndisë. Për këtë arsye Perëndia dhe këta magë që kërkonin të ndriçoheshin prej yjeve, Perëndia ju shfaqi një yll, të cilët e kuptuan që nuk ishte një yll i zakonshëm, dhe ata filluan të ndjekin këtë yll, se e kuptuan që ky yll do t'i drejtojë për atje ku me vërtet duhet adhurohet Perëndia. Dhe këta magë, siç thotë tradita dhe shkrimi i shenjtë, na vini që nga lindja, ndoshta nga Persia, ku kulti i yjeve, i astrologjisë ishte aq shumë i theksuar. Ata vinë dhe ashtu siç i takon një mbreti, vinë me dhurata, vinë për ta nderuar, edhe si mbret, edhe si profet, edhe si shpëtimtar. Dhe çudia është që këta nuk janë as hebrejnë, populli Izraelit, por janë një popull shumë i largët që nuk ka një lidhje direkte me traditën edhe me besimin e Mojsiut e të gjithçka që Perëndia ka shfaqur. Kjo si shenjë për treguar që tashmë Shpëtimtari kishte ardhur jo vetëm për popullin e Izraelit, pavarësisht se ai erdhi prej këtij populli, të cilin Perëndia kishte përgatitur me shekuj deri në ardhjen e Shpëtimtarit. Por tashmë ky Shpëtimtar do të ishte për të gjithë kombet. Për këtë arsye magët u drejtuan nga ylli për të shkuar në Jerusalem e pastaj për të drejtuar për në vendin e Betlehemit, ku kishte lindur Krishti. Kryepiskopi Joan na thotë gjithashtu, Zoti ju shfaq varinjve
E nuk ju shfaq mbretërve ose aristokratëve, por Zoti ju shfaq atyre sepse shikonte thjeshtësinë e tyre, shikonte atë pastërti që shpeshherë mungon tek njerëzit disi të sofistikuar. Dhe shpeshherë edhe njerëz të shquar në popullin e Izraelit kishin qenë barinj, siç edhe mbreti David, i cili që i vogël, na thuhet kishte qenë barinj, madje aq i guximshëm ishte dhe aq shumë nuk trembej sa që dikur thon edhe Luanit ja mori atë kafshën deri që i kishte rrobyer. Por barinjt janë simboli i kësaj pastërtie. Prandaj Perëndia zgjodhi këta barinj, që në një farë mënyrë ishin të denjë për të shkuar në atë grazh, në atë kasollë pra, ku Krishti kishte lindur. Dhe të mendoni që vjen Perëndia dhe nuk e pret askush. Populli i Izraelit që duhet priste mbretin e tij, siç do mësojmë pas lindjes së Krishtit. Mbreti do të urdhëronte Herodi që të priteshin të gjithë fëmijët që ishin në moshën e Krishtit, që të sigurohet që ky shëtimtar nuk do të jetonte. Krishtlindja në vetvete sjell edhe na bën të qartë paradoksin, edhe kontrastin e madh në jetën tonë. Kontrastin sepse Perëndia, edhe pse është i gjithë pushtetshëm, i gjithë lavdishëm, preferon të vijë si një njeri. Dhe jo vetëm që vjen si njeri, duke përulur veten e tij, por ai vjen si një fëmijë më i varfër që mund të ketë lindur. Nëna e tij nuk ishte një vend as një krevat ku ta lindte, po mendoni një stall. E mendoni që nuk ishte një djep ku ta vendoste. I vetmi vendi i butë ishte kashta edhe vari ku hanin kafshët. Edhe frymët e kafshëve e ngronin fëmijën e forsa lindur vetë Perëndin. Dhe në një farë mënyrë në ikonën e Krishtlindjeve, Etrit e Kishës na përshkruaj këtë paradoks tjetër, që Zoti vjen në shpellë, siç ishte tradita edhe zakoni në popullin e Izraelit, që jo vetëm varret i bënin në shpella, por shpeshherë shpellat i përdorin edhe si kasolle edhe vend ku ruheshin kafshët. Dhe në atë shpellë të errët, në atë errësirë ku njerëzit ishin bërë si kafsh në një farë mënyrë, jetonin në të errësirë diturie, por edhe pasionesh, atje lindi Krishti. Dhe Zoti nuk ka turp ta bëjë këtë gjë. As nuk ka frikë, as nuk i dhimbset ta bëjë këtë gjë. Sepse Zoti në radh parë do të tregojë të gjithë neve dashurinë që ka për ne. Dashuria e tij nuk është në kuptimin që dua dhe mund t'i jap të gjithë njerëzit çfarë duan ata. Perëndia e kishte bërë këtë gjë. E megjithatë njeriu zgjodhi më tepër dhuratat e Perëndisë se sa dhuruesi. Perëndia përgatiti një kopësht të mrekullueshëm që njeriu të jetonte. E megjithatë njeriu zgjodhi që të zgjidhte kopshtin dhe jo dhuruesin, Perëndin. Për të arsye kalvari njerëzor do të vazhdojë për një kohë të gjatë. Po Krishti nuk vjen vetëm për të na korrigjuar, për të na dënuar, por ai vjen në radh parë për ta na treguar neve që ai na kupton shumë mirë në gjendjen tonë njerëzore. Në radh parë sepse ai vetë u bë njeri. Ai që ishte Perëndia i përjetshëm, nëpërmjet tij u bë gjithçka, tashmë ai u mishërua. Ky është misteri i besimit tonë të krishterë, që Perëndia, personi i dytë i Trinisë së Shenjtë, Ati, Biri, Shpirti i Shenjtë, Biri u mishërua. U mishërua që këtë natyrë njerëzore ta shpëtoi nga mëkati, që ne si njerëz e kemi të pamundur ta shpëtojmë. Ne lindim dhe vdesim në mëkat. Edhe shenjtorët më të mëdhenj, që janë përpjekur dhe kanë dashur Perëndin me gjithë zemër, megjithatë e shpallin veten e tyre mëkatar përpara Zotit, të padenj përqendruar përballë Tij. Për të arsye kërkonin vetëm mëshirën edhe hirin e Perëndisë. Dhe sigurisht që Perëndia nuk e shteron hirin edhe faljen e Tij për ata që i afrohen Atij. Por zemra jonë duhet të bëhet e butë. Zemra jonë duhet hapet për Perëndin, për hirin e Tij. Shpeshherë na angazhohemi me gjëra të përditshme, të cilat janë të nevojshme,
por shpeshherë zën gjithçka që neve duhet të merremi. Ajo na bën më të fortë, na bën më të ashpër, na bën më të ngurtë, na bën më të egër, jo vetëm me njerëzit e tjerë, po kjo egërsi dhe ashpërsi dhe kjo ftohtësi transmetohet edhe te njerëzit tanë të afër. Sepse kjo jetë dhe zërmotra nuk është e lehtë për të provalluar, siç e dim të gjithë ne. Por fjalët e ëngjëllve ishin lavdi Perëndis që është më të larta, paqe mbi dhen dhe mirëdashje. Kjo do të thotë që ata që do pranojnë paqen e Zotit, ata do të kenë mundësi, do të kenë edhe paqe midis tyre. Ata do të kenë paqe në shpirtin e tyre, pavarësisht rrethanave dhe sfidave të ndryshme që do të përballen, të cilat janë të pamundur dhe ne duam s'duam do përballemi me to. Por e rëndësishme është mënyra se si përballemi. Në qoftë se i kërkojmë Zotit hirin, fuqinë e Tij, kuptimin e Tij, edhe sfida për ne do të bëhet me kuptim. Do marrë kuptim ajo situatë që po kalojmë. E kuptojmë që Perëndia nëpërmjet vështirësive kërkon të na mësojë shumë më tepër. Sa keq janë ata fëmijë të cilët ju janë plotësuar të gjitha tekat, ju janë plotësuar çdo kërkesë që kanë pasur. Ata presin nga të gjithë shoqëria në një farë mënyrë të jetë shërbëtor të tyre. Dhe kjo është fatkeqësia dhe dështimi më i madh për një prind. Një prind i kujdesshëm duhet të mësojë që fëmia në radhë të parë do të ketë mirënjohës. Por çdo gjë është paradoks, dikush më thoshte që në shkollë klasën e dytë fillore fëmijët mësonin për të drejtat e tyre. Dhe ishin 5 mësime për të drejtat e fëmijëve. Dhe vetëm një mësim ishte për përgjegjësitë e fëmijëve. Do të thotë një përmbytje e vlerave. Në qoftë se ne nuk kemi mirënjohës, edhe nuk kemi kultivuar mirënjohjen, ne vetëm do rrisim një brez vetëm grindavecësh, një brez i cili vetëm do kërkojë, do të presin nga të tjerë, individualist, dhe sigurisht ata prindër që i rritën në fund do të jenë edhe të zhgënjur. Por besimi në Zotin do të na ndriçojë, sepse na mëson për disa të vërteta thelbësore të natyrës njerëzore. Zoti dhe besimi tek Zoti nuk është vetëm thjesht të na ruajë ose të na dhurojë diçka. Është për të na dhuruar gjën më esenciale, kuptimin e jetës. Kush është arsyeja që ne jetojmë? Kush është arsyeja që ne punojmë? Kush është arsyeja që ne kemi familje dhe ku po shkojmë? Dhe kush është arsyeja që do vdesim? Për këtë arsye, vetëm besimi dhe feja mund t'i japë përgjigje këtyre enigmave që janë thelbësore në jetën e njeriu. Shpeshherë duke u përgjigjur ose duke mos u përgjigjur këtyre pyetjeve, ne i përgjigjemi me gjëra nga më të ndryshme. Dhe në fund fare mbetet zhgënjim. Por ai që kërkon përgjigjen tek Perëndia nuk ka për të zhgënjur, sepse hiri i Zotit, dituria e Tij dhe lavdia e Zotit do të shfaqet ashtu siç u shfaq edhe tek ta avarim, ashtu siç u shfaq edhe tek magët. Dhe në fund me të drejtë kryepiskopi Joan flet për grupin tjetër, të atyre që ishin aristokrat, që ishin mbretër të pushtetshëm. Ishin këta që nuk e njohën Krishtin, ose edhe në qoftë se e pan fuqinë e Tij, e pan si kërcënim. Për këtë arsye mbreti urdhëroi të vriteshin me mira fëmijë. Dhe kjo do të thotë që në qoftë se nuk kemi një zemër të butë, edhe ne mund të ashpërsohemi në zemër. Në qoftë se takimi me Zotin do të ishte një takim për ulje, dashurie, ai mund të kthehet në takim frike, mund të na duket si kërcënim, dhe gjithashtu mund të shkojë edhe në mohimin e Tij. Ndoshta jo me fjalë, po me veprat tona, me indiferencën tonë. Ajo që është e rëndësishme për ne, dashur vëllezër dhe motra, si besimtar, është që duhet ta ndezim zjarrin e besimit vazhdimisht. Çdo gjë ka nevojë për përkujdesim, edhe besimi ka nevojë për përkujdesim. Kemi nevojë të vim vazhdimisht në shtëpinë e Zotit. Çdo të diel është liturgjia minore. Pakisisht, një pjesë e madhe e juaj që i shikoj sot me shumë kënaqësi, nuk i shoh gjatë këtyre shërbesave. Dhe do të thotë që kemi nevojë të vendosim disa prioritete në jetën tonë. Duhet në radh parë mirënjohje Perëndis. Dhe për këtë arsye ne mbledhemi çdo të diel. Dhe mesha quhet falënderim hynor. Ne falenderojmë Perëndin për gjithçka që kemi dhe për
sakrificën e tij sublime, që është mishërimi i tij, kryqëzimi i tij edhe ngjallja e Zotit. Sot ne festojmë lindjen e Zotit Krisht. Sot fillon nisja e shpëtimit tonë, që sot neve e shikojmë Krishtin që ka ndërhyrë në historinë njerëzore. Dhe që nga sot, historia e botës do të ndahet para edhe pas Krishtit. Po le të bëhemi të denjë që kur Zoti Krisht të vijë herën e dytë, tashmë për ta gjykuar botën, të jemi në krahun e djathtë të besimtarëve të tij. Amen.